flasim kështu me kuzhinën. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjesi, një ditë zakonshme që të gatuajmë për ambisat tona. Nuk shkëputemi dot prej jush, trokasim në çdo familje, edhe kur dëgjojmë kështu raste të suksesshme, si rasti i Silvanës që po e përqafon me shumë dashuri dhe ekranin, duke qenë çdo ditë në familjet italiane, dhe për i përshtypje video që ajo gjithmonë prezantohet. Përshëndetje, jam Silvana, jam origjinë shqiptare, jam shefe me pasionin e madh për të gatuar çdo kuzhinë dhe për të pajisuar çdo rajon të Italisë, siç është për shembull rasti konkret i Piemontes ku ajo jeton. Edhe bravo. Edhe të mendosh që 2 vite përpara erdhi na bëri patlıxhanët këtu, nëse e mban mend, patlıxhanët e mbushur sipas recetës tradicionale të mamas. Këtë herë vjen me super të reja, kështu që do të mundohemi t'i zbulojmë pak më vonë së bashku edhe 3 vjet më parë ishte me japrakët. Po. Lidhja në Skype? Në Skype. Sa po ishte shpallur atëre Lady Chef, kështu që kishim edhe ekskluzive si intervistë Silvanën. Gjithsesi të presim dhe të gatuajmë recetat tona, më pas të njehim me profilin e saj. Le të tregojmë tani se çfarë gatuajmë ne sot si recetë të parë. Sot gatuajmë një kulaç. Mund të quash edhe buk, por më po quaj kulaç. Kulaç me ullinë dhe me djathë. Do thoni ju direkt, se më pëlqen që të kemi dhatë antitezë të kësaj gjëje, përse jo bukë kulaç. E dim shumë që kulaç ka sodën. Po. Por kulaçi më tepër është me djathin e mbushur. Pra unë do të bëj një brum të thjeshtë, si brumi i bukës, por thjesht ka kulaç. Ka atë aromën e mirë të sodës, është tepër e veçantë. Para se të fillojmë, furra është në 220 gradë. Çka ke bërë me mavri, çka ke bërë? Çka kam bërë? Ke vënë një pul për të zgjetur. Po. Këtu kam pulën sepse receta tjetër do jetë qull me ara. Nëse si kam avri, jam atë tradicionalen gatimit të qullit me ara. Atëherë, më duhet të kem miell, dhe kur themi tek miell, unë kam zgjedhur sot super. Kemi miellin super me paketimin e kuq nga Ola. Po, e përdorim për. Atëherë direkt pasën ja jap Niki sepse të shikon edhe masën. Të gjithë sasin 1 kilogram apo? Jo, atëherë më duhen të pres ullint në fillim fare. Kam djathin e bardhë. Dua të shikën me, po. Direkt. Pra të ketit që mas ullinsh. I presim ullin të marim gjithmonë ato ullin që janë pa bërthama. Edhe në qoftë se janë këto mishtoret, që janë të mbushur me specë të kuq, mundemi. Këto janë bosh. Kam pa tjetër farat e susamit, që i japin atë shijen e veçantë. Rigoni shkon sepse është ulliri, sikurse është edhe vaji i ullirit. Po. Ja. I largoj këto se nuk më duan, direkt i largoj. Tjetër. Pra, hodhëm ullint, kemi djathin, farat e susamit, edhe calule që edhe kjo është ja. Bëjmë për t'i kuruar pjatën. Kombinon me gocën. Sa bukur? Ja, këto t'i lëm këto. Nuk janë për gatim këto. Janë për ty, janë vetëm për ty. Faleminderit. Që nga shumë të bukura. Ashtë sikur se jeve vetë. Ha, që do tani. Këtu, shtoj sodën direkt. Masën e kripës. Në mes që t'i servirim, se sot kemi një 3-4 receta në fakt të shpejta. Dhe pak ose fare piper. Shumë pak piper. Kam këtu 4 gota ujë. Edhe vaj në ullirit. Do të shtoj një pjesë susami. Një pjesë kështu brenda në përzierje, një pjesë kur ta pjekim. Do të shtoj masën e tërë. Tek brumi ju e keni masën që kështu Niki. Vazhdo sepse unë e ka. Do të shtojmë duke parë konsistencën rrugës tani, se sa miell na duhet. Po të duam ne, shumë mirë, e kalojmë në sitje. Ja, mbushe.
Por do doja që të tregonim këtë, pikërisht këtë truk, se si mund të sicni mielin pa bërë plur dhe pa nxjerrë atë jashtë tenxheres. Me një gotë, ruan brenda perimetrit sasinë e miellit, duke bërë atë pak më të imët, sepse duam që të jetë i shkrifët, i butë, si kulaç, duhet sasi tjetra, apo e trazojmë dhe shohim? Tani e trazojmë, edhe po ta vendosim direkt nga qesja nuk përbën, por doja të tregoja edhe si mund të largojmë. I trazojmë pra kripën, farat e susamit, ujin edhe mielin. Ujin e kemi të vakët? Po. Uj vakët. Atëherë shtojmë. E kuptuam se si ky është një miell që nuk ka nevojë fare për përsipje, sepse ajroset. Ja një kaq sepse do shtoj edhe masën. Kemi edhe diku te 500-600 gram miell deri tani. Pra fillimisht shtojmë pjesët e mbushjes, edhe pjesët e ujit, pra 2 gotat e vakta, dhe rregullojmë pastaj sipas trajtës në fortësisë që duam në brumin për këtë kulaç. Shtojmë tani. Edhe pjesën tjetër, do na marrë edhe një 200 gram afërsisht, sa të zihet brumi dhe të jetë në fortësinë e duhur, siç e thash. Në e veçanta është që nuk duhet që të marrë këtë brum dhe ta punoj. Sepse duke punuar, duke qenë me ullirin, duke qenë me djathin, nuk krijon buka ato poret e veta. Ato poret normalisht që janë nga majaja, patjetër. Krijojnë të gjitha komponentët, majan, gjyrosës, sheqeri i bukës, të gjitha këto që unë nuk kam nevojë t'i sqaroj shumë, sepse ju i dini, normalisht edhe bisedën e Altini Jokos e dëgjuan shumë mirë dhe unë s'ka pse ta përsëris. Pra, më mirë, merrni mielin, bëjeni bukën vetë. Mielli më ideal, te mielli hola faktikisht, duke përjashtuar, çfarë duke përjashtuar, asgjë nuk përjashtojmë, sepse dhe mielli farina hap e bën bukën shumë shumë. Sepse nuk do vendosësh majan, nuk do vendosësh gjëra të tjera. Që kështu? E mira është, do shtojmë prapë, do shtojmë tani dhe sa. Marr dhe shtoj djathtin. Do ta lëm pastaj të pushoj pak, si çdo brum që ka nevojë të qetësohet. Dhe në fund fare ne mund të shtojmë diku tek 2 lugë gjelle miell. Po. Sa për ta bërë atë lidhjen e fundit, çfarë shtuam në tas? Shohim së bashku recetën e shkruar të kulaçit me ullinj, me djath, një kulaç i shpejt për gjithë familjen dhe që shkon rrit së vërtetës me çdo gatim, po edhe pa e shoqëruar me gatime të tjera, ne e shijojmë kështu siç është. Kulaçin me ullinj dhe djath. 5 gota miell, 4 gota ujë, 1 lugë çaj krip, 1 lugë kafeje sod, gjysmë gote vaj ulliri, 1 lugë çaj rigoni thatë, 100 gram djath i bardh, ullim pa bërtham dhe disa feta tomate, që kjo është opsionale nëse doni mund t'i shtoni, fara susami edhe në brendësitë e përzierja, po ashtu edhe gjatë vendosjes për t'u pjekur, pra kur e mbyllim punimin e brumit. Dhe për sasinë e miellit do ta shihni rrugës se sa do t'ju marri, se 5 gota është në recetë, por do ta shihni nëse ju duhet edhe në një gotë ekstra për ta punuar. 5 gota normalisht i bën që të jetë 1 kile. Po. Pra unë e kam shuar gradualisht sepse në fund fare, mbasi pres diku tek çerekore, unë do të shtoj edhe domatet e thata. Por e lë që të vinjë si masë. Të qëndroj të pushoj pak. Shtoj edhe pak. Pra e keni masën sa duhet. Tani mos është koha që ta punosh edhe me dorë, sepse e mori atë bashkimin për zjerjen e të gjithave, pra kemi aty ullim, djathin, vajin, erëzat, kripën, pak sod edhe miellin. Dhe tani japim atë formën që duhet. Pra, si që punojmë? Si që bëtë qeliza.
nga qyteti do thonë ju nuk e di qeliza, dhe unë nuk e di qeliza dhe se kam parë faktikisht, por me fjalën qelizë ditë kuptoj që është punimi i mirë dhe derisa e kthen tokën dhe unë mbrapsht. Po edhe tek ne, qelizat janë ato që kanë memorien rreth parë, dhe çdo gjë që ne mendojmë, kjo është e njëjta gjë. hasim, prekim, regjistrohen në memorien e qelizës tonë. E punojmë mirë. Mirë. Është e kollajt për t'i shtuar mielin. Ajo është gjëja më e lehtë. Por mua më duhet që të jetë edhe si mas të jetë e butë. Po. Edhe do qëndroj pak, do të vi pak, themi ne. Vezë nuk kemi shtuar te kulaçi, po ta shihni. Pa duke i referuar që një gotë përmban 200 gram apo 200 mililitra në sasinë e saj, 5 gotë të tilla i thon fikës një paketim 1 kilogram miell. Ke gota që janë tek 250, po. Do ta lë paksa të tillë, ja. Derisa në një moment të dytë, unë do ta punoj. Ja, u bë gati brumi. Në momentin e dytë që do ta punojmë, do ta vendosim më pas edhe për të pjekur në furrë. E lëmë më njanë. Është i rëndë, sigurisht që ka gati 1 kilogram miell, pa ashtu edhe përbërësit e tjerë, urin, edhe djathin, 100 ose 200 gram, një grusht me ullin, pa bërtham, erzat pak vaj ulliri që të qëndrojë i butë dhe punojeni sa më shumë. Qëndrojeni në këtë fazë, nuk e kemi punuar si një bukë të zakonshme, sepse do të ripunohet, tani do ta lëmë të ajroset të qëndrojë të pushoj pak dhe në fund fare do t'i shtojmë edhe këto domatet e thata në vaj ulliri, për t'i dhënë më tepër shije edhe ngjyra të bukura dhe e kurojmë më bukur kur e pjekim si recetë. Kalojmë tani në një tjetër proces pune. Kemi një tjetër recetë për të përgatitur. Përpara se të kalojmë tek receta e dytë, bëjmë atë shkëputjen tonë të ofertës së ditës nga Prostatol, rikthehemi për t'ju prezantuar më një herë se çfarë recete do të gatuajmë.